Pse kemi ardhur ne ta njoftojmë apo të njihemi me pejgamberin Allah, me të dashur në Allahun, vëllezër të ndershëm, për shkak se thash e para, suneti pejgamberit Allahut është komenti Kur'anit, që thot Allahu Azza wa Jall, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Ne ti ta kena shpall sunetin o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që t'ja sqarojsh njerëzve çfarë ju ka zbrit nga Kur'ani. Pa nuk ka mundësi njeriu ta kupton Kur'anin dhe ta shpjegon Kur'anin nëse nuk e kupton hadithin e pejgamberit Allah. Para dietar kanë thonë se Kur'ani i Kerimi është më i nevojshëm për sunetin se sa suneti për Kur'an. Kur'ani i Kerimi është më i nevojshëm për sunet se sa suneti për Kur'an. Thotë si? Se Kur'ani i Kerim thot falu, nuk tregon savat, as nuk tregon si mi fal, as nuk tregon çka me kënunda, as jo. Suneti pejgamberit Allahu tregon mi fal 5 vakte, kur mi fal ato, si mi fal ato, çfarë me këndun to. Pra kush pas ka nevojë për kan më shumë. Pra suneti pejgamberit Allahut as sqarues i Kur'ani i Kerimit. Pra çka suneti pejgamberit Allahut? Biografia e pejgamberit. Ai që e kupton jetën e pejgamberit Allahut, dhe do ta shih, nëse ne e krim inshallah don Allah, që e krim jetën e pejgamberit Allahut, njehemu me të dashën Allahu, faktikisht ne ka kuptuar fen Allahu. Për shkak se nuk ka segment të jetës, nuk ka ndodhi që njerit mund mi ndodh, vetëm se pejgamberi Allahut e ka përjetuar. Para të njëri kur më propozoi një herë, ta ojë pëse s'pimon disa mësime për sprovat e pejgamberit Allah. Dhe unë i mora, me ti pregaditi, u përpiqa që ai më korrigjoj, më tha sa ma shkurt bënë. Edhe këto ma morën 10 ligjerata ka 1 orë, 10 orë, në mënyrë të shkurt. Dhe rash përfundim që thonë të pejgamberi Allahut, nëse goditesh me një sprovë, kujtoj vdekjen time, është prova më e madhe. Dhe e parë se njerëzimi nuk ka mundësi deri në ditën e Kiametit sprovohet me një sprovë që pejgamberi Allahu nuk ka sprovuar. Nëse ti je jetim, pejgamberi Allahu ka qenë jetim. Nëse ti prindit kanë lënë të vogël, kështu ka qenë pejgamberi. Po nëse ti edhe gjishit ka dek dhe ati ka vdek. Nëse ti ki pas skamje, pejgamberi Allahu ka pas skamje. Nëse e vladët tijet kanë lonë dhe të kanë vdek, pejgamberit Allahut i kanë vdek. Po nëse bashkëshortët ka dek, pejgamberit Allahut di i kanë vdek para se me vdek. Po ti nëse i përzon nga shtëpia jote, kushte ti ishi detyru me të rrugë, me dal nga shtëpia jote mos tregu të gjerë, kjo i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nëse fëmijët kanë vdekur pa qenë ti prezent, po pejgamberit Allahut i ka ndodhur atij. Pra nëse ti je dikush, nëse je smur, pejgamberi Allahut i është smur. Po nëse ti je të ka godit dë një magji, pejgamberi Allahut 6 muaj e sprovu me ta. Pra nuk ka sprovë që mund njerëzimit mi ndodh, vetëm pejgamberi Allahut ta sprovu me ta. Pra atë ne e mësojmë biografinë e pejgamberit Allahut për ta kuptuar librin e Allahut, që për ta sqaruar dhe për ta kuptuar librin e Allahut, se çfarë Allahu Azza wa Jall ka dashur nga ne të kuptojmë nga Kur'ani i Kerimi. Sqarues më i mirë i Kur'anit të Kerimit është jeta dhe biografia e pejgamberit Allahut. Gjithashtu ne mësojmë biografinë e pejgamberit Allahut, nga se jemi porositur që ta regjistrojmë biografinë e tij dhe sunetin e tij, ka se Allahu ka thonë Kur'ani i Kerim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembulltir më të mirë e keni pejgamberin e Allahut. Si ka mundësi njeriu ta ketë shembulltir e mos ta din biografinë e pejgamberit të Allahut? Si ka mundësi? Vdes baba, don me vorros, nuk di ç'ta vorros. Dush me ditë çka ka bëu pejgamberi Allahut dhe çka na ka sugjeruar. Dush me ditë se çka na ka mësuar pejgamberi Allahut, si qevinoset, si pazrohet, si falet namazin, si vorroset. Pejgamberi Allahut na ka mësuar. Për këtë arsye, ne mësojmë sunetin e pejgamberit Allahut dhe njihemi me të dashurin ton që të jetë shembulltir e vërtet që ta pasojmë atë.